Aktori i serialit Osmani largohet papritur dhe tregon arsyen. Një nga aktorët e serialit Osmani, që po transmetohet edhe në vendin ton, ka vendosur të largohet nga seriali. Bëhet fjalë për aktorin Ismail Haki, i cili luante rolin e Sam Smabei. Në një postim në rrjetet sociale, aktori ka dhënë lajmin e largimit dhe është shprehur se ky vendim ka ardhur pas disa çështjeve me produksionin. Në fund, aktori thekson se është mirë me shëndet dhe largimi i tij nuk ka të bëjë me këtë situatë dhe me këtë pandemi. Të dashur vëllezër dhe motra, si në çdo punë, edhe puna ime në këtë serial mbaroi këtu. Vendosa të largohem pas disa çështjeve. Nuk mund të shpresa mirënjohës jam për komplimentet tuaja gjatë kohës që isha pjesë e serialit. Uroj që Zoti të jetë i lumtur me ju të gjithë. Shpresoj dhe uroj të shihemi sërish në të ardhmen me seriale, filma dhe projekte të tjerë. Kujdesuni për veten dhe faleminderit. Shprehet aktori si një shkrim ky lam të mire.